Personi i vitit I caktuar nga revista Times për 2025-ën këtë herë nuk është një person I vetëm. Revista prestigjioze ka njohur si figurën më influente të vitit ata që I konsideron arkitektët e inteligjencës artificiale. Kështu bosi I Nvidias, Jensen Huang, AI Meta, Mark Zuckerberg, pronari X Elon Musk dhe Fei Li janë mes personave të portretizuar në një nga dy kopertinat e Time. Ekspertët thonë se vlerësimi vë në dukje se sa shpejt inteligjenca artificiale dhe kompanit përpara saj po japin një formë të re shoqërisë. Vlerësimi vjen teksa bota apo përjeton një boom të teknologjisë nxitur nga publikimi I ChatGPT-s në vitin 2022 nga kompania OpenAI. Shefi I grupit në fjalë Sam Altman deklaroi në shtator se shërbimi I tij përdoret nga rreth 800 milion njerëz në javë. Kompanitë e mëdha të teknologjisë po derdhin miliarda dollar për inteligjencën artificiale dhe infrastrukturën e saj, në mënyrë që të qëndrojnë në pararojë ndaj rivalëve. Këtë vit Time ka dy kopertina, njëra që tregon gërmat AI të rrethuara nga punëtor dhe një tjetër ku shfaqen së bashku liderët e teknologjisë. Mark Zuckerberg I Meta, bashkë me Huang, me Musk, me Li dhe Altman, shfaqen në kopertinë për krah Liza Su, shefe e prodhimit të qarqeve AMD, si dhe disa figura të tjera. Këtë vit debati për mënyrën e përdorimit me përgjegjshmëri të inteligjencës artificiale I dha jetë një gare për të aplikuar atë sa më shpejt të jetë e mundur, ka deklaruar stafi I revistës Time, teksa ka njoftuar kopertinat e reja.